Mirë, ne rikthehemi sërish në studio në transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vjen të mbetemi po së bashku në hapësirën e intervistës. Për gjatë minutave në vijim do të ndalemi sërish tek të gjitha zhvillimet të cilat lidhen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rolin e presidentit amerikan Trump, atë se çfarë është duke ndodhur me administratën e tij dhe shumë zhvillime të cilat lidhen patjetër me urdhrat ekzekutiv të firmosur nga vet Trump. Elon Musk është larguar nga roli i tij qeveritar si këshilltar i lartë i presidentit Trump pasi udhëhoqi përpjekjet për të reduktuar dhe reformuar burokracinë federale. Largimi i tij shënon fundin e një kapitulli që përfshiu mira largime nga puna, shuarjen e agjencive qeveritare dhe një sër padish të ndryshme. Do të jetë kjo një nga temat të cilat do ta diskutojmë gjatë minutave në vijim. Do të ndalemi tek ajo se çfarë është duke ndodhur me studentët të cilët i është refuzuar tashmë kërkesa për të regjistruar në Universitetin e Harvardit, por do të flasim njëkohësisht edhe atë se çfarë është duke ndodhur me luftën tregtare që është duke zhvilluar SBA-ja me Bashkimin Evropian, por jo vetëm, edhe me Kinën dhe si kanë ndikuar të gjitha këto tarifa tregtare në ekonominë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më bashkohet një komunikim të drejt për drejt nga New Yorku avokati Altin Nonaj. Avokat, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News, si gjithmonë është kënaqësi. Përshëndetje zotëra Kep, faleminderit për ftesën. Avokat, largim i Elon Musk, njeriut i cili në një farë mënyre ishte krau i djathtë i Donald Trump për gjatë gjithë fushatës presidenciale. Trump i besoi një shumëllojshmëri të gjithë fushatës, një shumëllojshmëri të pozicioneve, por edhe të urdhrave dhe vendimarrjeve me njëherë pas marrjes së presidencës. Si e sheh largimin e Musk në këto momente nga administrata Trump dhe si do të ndikojë në vijim, duke patur parasysh edhe atë se çfarë theksova vetëm pak më herët që lidhet me mira largime nga puna, mbylljen e kompanive dhe agjencive qeveritare dhe një sër padish të ngritura patjetër për shkak të urdhrave ekzekutiv të firmosur nga Trump, por të iniciuar nga Musk. Pa diskutim, figura e zotit Musk ka qenë një figurë shumë e rëndësishme për fitimin për herë të parë, domethënë për herë të dytë zotit Trump. Ai ka shpenzuar shumë parallë, ka shpenzuar emrin e vet dhe pozitën e vet, po thonë kështu imazhin e vet në shërbim të presidentit Trump. Kështu që besoj se presidenti Trump ka marrë shumë benefite nga fakti si zoti Musk e ka mbështetur. Nga ana tjetër ne e dim se me Doge-n, me këtë agjencinë si zoti Musk ka themeluar, a munduar të bëjnë diçka të jashtëzakonshme, të pushtojnë shtetin amerikan $1 trilion në shpenzime, gjë që fatkeqësisht nuk është arritur. Por puna e kësaj agjencie do vazhdojnë edhe pse zoti Musk nuk do të jetë më prezent në këtë agjenci. Nga ana tjetër ne e dim si Tesla, që zoti Musk është larguar, ka pasua shumë probleme dhe në stock market ka hup shumë vlerë, domethënë sepse figurat janë politizuar, shitjet janë ulur dhe problemet janë ngritur. Im të fol për një edhe kompani më të vlerësuar në botë. Pra, besoj se edhe kjo mund të ketë ndikuar te fakti se është larguar. Pra, për shkak të politizimit të figurës Elon Musk edhe humbjet financiare kanë qenë të mëdha. Me pak fjalë, kjo është ajo se çfarë më thatë avokat. Pa diskutim. Nëse se shifet shitjet e çështë ka filluar domethënë Elon Musk të mbështesin Donald Trump, sidomos mas fitores, domethënë shitjet kanë rrallë, siç e dini vetë, kanë disa akte si kanë shkuar edhe në marrëzire në të djegjen e Teslave, sepse njerëzit nuk ishin të lumtur me aktet e administratës Trump, domethënë kanë lidhur aktet e administratës Trump me kompaninë Tesla si përvënimin të mashtell diçka e gabuar. Ndërkaq, për të kuptuar pak më shumë klimën politike që vjen me njëherë pas largimit të Musk, pritet që të ndryshojë shumë dimensionet politikbërjes Trumpit. Avokat, pavarësisht se më thatë që një pjesë e politikave të ndërmarra nga Musk do të vijojnë të realizohen, por ky largim në këto momente si është parë nga publiku, si është parë nga audienca? Pa diskutim nuk është diçka e vogël. Ajo është shumë interesante si në këtë moment në Kongresin Amerikan po mundohet të kalojë ky Big Beautiful Bill
si do jetë do të bëhen disa ndryshime, domethënë në legjitë amerikane, në të tjera do të vazhdojnë tax cuts, si është e kaluar në herën e parë nga Trump administration, por kjo do të shojë në nivelin e deficitit në edhe akoma më lart se ku është. Edhe haptasi, domethënë për herë të parë, Musk ka thënë se ky nuk e suporton këtë bill sepse i duket se puna e tij që ka bën deri tani shkon bjen në kundërshtim me një bill që e shton deficitin e shtetit amerikan. Pra po shohim se po fillon të krijohet një farë, domethënë ndarjet në qëndrime nga Donald Trump ose administrata e Donald Trump dhe zoti Musk. Nga ana tjetër na e dimë se Donald Trump është një figurë shumë e fortë, një individ si pothuajse përdita është në qendër të medjave amerikane dhe botërore dhe nuk besoj se fakti se do të largohet zoti Musk do jetë në një, po them kështu, ndeshkim nga populariteti për zotin Donald Trump. A ka patur një reagim nga presidenti Trump se reagon këtij largimi, avokat, dhe çfarë të paktën çfarë ke mësuar nga korridoret e brendshme apo nga thashëtheme të cilat përfliten kudo? Si e ka pritur Trump? Besoj se Trump e ka ditur si Musk nuk do rrinë shumë gjatë aty dhe e ka përdorur në avantazhin e vet nga ana politike. Nuk ka përdorur kur fjalë të këqija kundër Musk, që nga momenti se e ka mbështetur. Mos të harrojmë se Musk ka shpenzuar $250 milion në mbështetje të zotit Trump. Ka bërë domethënë një shpenzim të jashtëzakonshëm në suport në kampejnë në fushat. Dhe nga ana tjetër nuk e kam pas asnjë qëndrim nga zoti Trump deri tani, si as kanë në mënyrë negative me zotin Musk. Kështu si për Trump është një win-win situation, e ka përdorur disa jashtë nevojitur dhe tash ai do shkojë në botën private dhe kjo nga ana tjetër nuk do t'i pasojë përmenimin tim nga ana e imazhit as edhe një ulje administratës Trump. E qartë. Ndërkohë, avokat, ndalemi pak edhe flasim për një nga çështjet e tjera më madhore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu siç ka qenë edhe vendimi dhe një urdhër i dalë nga administrata Trump sa rekon refuzimit të studentëve ndërkombëtar në Universitetin e Harvardit. Ndërkaq kemi të bëjmë me një tjetër informacion që thotë se administrata Trump do t'i jap Harvardit një muaj kohë për të ofruar prova për të sfiduar përpjekjen e administratës për t'i hequr universitetit aftësinë dhe të drejtën për të pritur studentët ndërkombëtar. Çfarë është ky lajm, avokat? Pse vjen në këto momente një lëvizje e tillë nga administrata Trump, e cila duket sikur ka vendosur dorën e saj në çdo aspekt jetësor të shtetit amerikan? Pa diskutim një akt shumë i fortë i administratës Trump. Për mënimin tim, shumica e votuesit republikan janë kanë mbështetje të heqjes së DEI, domethënë atyre programeve si kanë ndihmuar ose preferuar disa student me një përardhje, po them kështu, një etnie të veçantë dhe nga kjo pikpamje ka pasur mbështetje shumë të fortë, por tash po shohim se administrata Trump po shkon në një nivel tjetër, domethënë në pezullimin e vizave ose në heqjen e fondeve që shkojnë në një universitet që është në klaset botërore si Harvard. Unë mendoj se është një gabim historik në mënyrën se si po e bajnë. Edhe do të pagojnë shumë Amerika afatgjatë, sepse edhe në punën time si përditshme, do të thonë, kam kontakt me njerëz të atij lloji, profesora ose intelektual të ndryshëm që kanë ardhur në Amerikë për të prur këtu idetë e tyre, për të zhvilluar këtu ato në laboratoret amerikane ku janë fondet më të mira, ku ka qenë historikisht atmosfera më e mirë për të ndërtuar mbi shkencën, domethënë. Kjo do ta sulmojnë këtë gjë. Nga ana tjetër, ky 30 diçi nuk ka ardhur nga administrata Trump në dijenin time, ka ardhur nga gjykata në District Court, si e ka pezulluar urdhrin si Trump ka lëshuar kundër një executive order si ka lëshuar kundër Harvard. Harvard para ca muaj, siç e dini vetë, ka thënë se do të luftojnë administratën Trump, sepse në mënyrën se si po ushtron presion administrata Trump në këmbështimin e tyre është kundër. Po pse është dashur që administrata Trump të ushtrojë presion ndaj Harvardit? Ku qëndron problemi administratës në këto momente? Përveç këtë DEI, domethënë jena të fol për faktin si disa persona brenda administratës e Trumpit mendojnë se Harvardi, në mënyrën se si mëson, në mënyrën se si ka
shkruar kurrikulumin mbien në kundërshtim me ideologjinë e djathtë republikane dhe në anën tjetër ata thonë se është larë tepër liri në antisemitizëm, pra domethënë ideologji se është në kundërshtim si mendon si antisemitizmi, domethënë ata mendojnë se u ka lënë tepër liri studentëve të shkojnë në një ekstrem kundër që domethënë izraelitëve po thojmë kështu. Ekzistojnë të dy gjërat. Nga ana tjetër, nuk kemi edhe aq informacione për me kuptuar se pse ekziston kjo luftë, por mos harrojmë Harvardi është një brand për Amerikën. Edhe unë në investimin tim në rast se si administrata Trump e sulmon, është një gabim historik se Amerika do ta paguajë afat gjatë. Ndërkaq, cila ka qenë përgjigjja e Harvardit në këto momente, avokat, duke patur parasysh që Trump i ka lënë hapësirë një muaj kohë për të paraqitur provat, a vijon betejë e Universitetit të Harvardit kundrejt administratës dhe çfarë parashikon për në vijim? A do të jetë Harvardi i cili do të korë fitores e lakon kësaj çështje, apo Trump do të realizojë urdhrin e tij? Unë mendoj se ligjërisht në parim Harvardi ka të drejtë, administrata po përdor disa urdhër ekzekutiv si janë të shkuarat Harvardin për përmenimin tim jo në mënyrë ligjore në kundërshtim me konstitutën dhe po tash në gjithë informacionet nuk i kemi, por besoj se Harvardi në qoftë se do jetë një luftë e barabartë në gjykatë do të jetë nga anën e fituesit. Nga ana tjetër unë përgëzoj faktikisht Harvardin se ka thënë se do të luftojnë me kapacitetin e tyre, ata normalisht janë një shoqëri që kanë shumë para, shumë persona të jashtëzakonshëm janë formuar në Harvard. Pra është organizata, po them Universiteti Belam i vetëm si mund të i kundërvehet presionin si mund të vinë nga ekzekutivi siç në këtë moment. Dhe kjo besoj se do të jetë një mbrojtje edhe për universitetet tjera siç Columbia ose disa tjera që janë sulmuar drejt për drejt nga administrata e Trumpit. Mos të harrojmë edhe diçka tjetër, zoti Ragip. Kur ka ndodhur protestat pro Palestinë në universitetet amerikane, ka ndodhur disa mbështetës të fortë të Trumpit, se në këtë moment nuk po duhet të mbaj emra, se i kanë vënë fytyrat e tyre studentëve që kanë dalë në protesta dhe kanë thënë këto njerëz nuk do t'i lejojmë të punojnë në kompanitë e mëdha amerikane. Pra, po mendoj se është një luftë për shpirtin e Amerikës dhe për drejtën e First Amendment dhe shpresojmë se kjo fitore të korret edhe në gjykata përkatëse. Ndërkaq, avokat, ndalemi pak dhe diskutojmë edhe temën tjetër të cilën e anonçova vetëm në fillim të kësaj hapësire, një temë e cila lidhet me luftën tregtare që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisën me vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm një luftë tregtare edhe me Kinën, e cila duket si do të jetë lufta më e ashpër tregtare në të gjithë këtë histori. Si vijojnë urdhrat ekzekutiv të tarifave doganore të cilat lidhen me importet dhe eksportet nga vendet e BE-s dhe Kinës, avokat, dhe si paraqitet ndikimi i këtij urdhri të vetë presidentit Trump në ekonominë dhe në fund të ditës në xhepat e qytetarëve amerikanë. Mram kena pas US Court of International Trade si ka pezulluar urdhrin ekzekutiv e zotit Trump. Kjo është një gjykatë e specializuar në këtë fushë federale edhe administrata Trump ashtu ju kundërpërgjigjur për me hjekur pezullimin. Pra, jena një situatë ku gjykata federale e kanë bllokuar këtë urdhër, jam të fol për Mram, dhe kjo është diçka shumë e re. Nga ana tjetër, edhe me thënë drejtën kjo prek përditshmërinë e punës time. Unë vazhdimisht punoj me kompani të huaja që investojnë në Amerikë, Gjykata federale ka bllokuar, ka rrëzuar urdhrin e Trump për tarifat doganore. Po, ka thënë si fuqia e ekzekutivit ka shtrehur në mënyrë jo konstitucionale, sepse ligji që ka përdorur zoti Trump është një ligj emergjencial, edhe sipas tyre administrata Trump nuk ka provuar ligjërisht se çfarë emergjencët ka ekzistuar për mos me shku në Kongres, se Kongresi ka jurisdiksion mbi tarifat ose çdo mbi taks tjetër, se tarifat në një farë mënyrë janë edhe një taks ndaj popullit. Pra, kjo do të shkojnë, do të luftohet në gjykatë nga administrata Trump, por nuk besoj se do jetë as thjesht ta ndryshojmë këtë, sepse thjesht fakti se ka një deficit të lartë Amerika nuk mjafton të konsiderohet si një emergjencë për me i dhënë presidentit këtë fuqi të jashtëzakonshme, po thojmë kështu.
Ndërkaq, si ka qenë ndikimi i deri tanishëm se lekon kësaj çështje avokat, qoftë edhe në xhepin tuaj personal, duke patur parasysh që keni marrëdhënie edhe përtej Amerikës dhe jo vetëm. Unë edhe njëherë jam drejt për drejt kam shkruar disa vendime për klientët e mi të huaj si investojnë në Amerikë, kanë kompani si prodhojnë në Amerikë, edhe biznesi im pothuajse është i themeluar në kompani të huaja si bjen këtu biznesin e tyre, sepse besojnë se edhe kanë edhe për hir vërtetës Amerika kanë gjithmonë vendi ku biznesmenët e vërtet kanë pas gjithmonë dëshirë të vinë të investojnë. Njëra për arsye që kam pas që një vend të investojnë është sepse është një vend i sigurt, është një vend si tregtia është lejuar, po thojmë se ka hapësirë për biznesmena, nuk ka shumë burokraci të tepërta si po thojmë shumë krahasim me Europën. Dhe me tarifat disa nga klientët e mi që janë goxha kompani të mëdha ndërkombëtare, për shohin pjesët domethënë që nuk janë shumë dakord, nuk ka se edhe kundërshtojnë tarifat drejt për drejt, sepse ata mendojnë se ajo është një diçka si lidhet me politikën, edhe në bazë asaj do të adaptohen, po ajo që nuk e pranojnë dot është fakti se për çdo javë ka një ndryshim të qëndrimit. Pra ndonjëherë thotë do të shtohen 50%, ndonjëherë do të jetë 50%, ndonjëherë do bëjmë negociata. Pra ndryshimi administrativ ka krijuar një fjalë konfuzionin në farë çorbet, domethënë si për një biznesmen është shumë e vështirë të bëjnë të marrin të investojnë për shembull afat gjatë ose afat shkurt, sepse nuk dinë në çfarë rregulla loje do bëhet investimi. Kjo është një këmbështrim. Nga ana tjetër, disa kompani të mëdha amerikane kanë filluar goxha t'ia u kalojnë konsumatorëve shpenzimet. Është amerikanë e përditshme në këndvështrimin tim e shohin këtë si një diçka si mund të ketë edhe kuptim, sepse amerikanë nuk do të jenë varësh të Kinës në prodhimin strategjik të teknologjisë, të çip ose të armatimit, por nga ana tjetër, pa diskutim do të ketë pasojë nëse administrata do të jetë kaq e ashpër në këtë fushë. Trump u pas si shpëtimtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai lakon të gjitha aspekteve jetësore në Shtetet e Bashkuara. Avokat dhe u prit me entuziazëm marrja e presidencës nga ana e tij. Por si qëndrojnë qasja në këto momente që ne flasim, teksa Trump e themi me plot bindje që ka dështuar në shumë prej premtimeve të cilat i trumbetoi kaq shumë gjatë fushatës presidenciale, se do t'i zgjidhte menjëherë pas marrjes së mandatit presidencial. Normalisht si fjalët që përdoren në fushat janë shumë të vështira për mu konkretizuar në realitet. Kjo kuptohet, kjo është për çdo kryeminist ose për çdo president, dhe shumë nga gjërat që ai ka thënë njerëzit i kanë besuar, do ta përfundojë luftën e 24 orë, do të bëjë këtë 24 orë, domethënë kanë disa shpresa tepër të përmendimin tem naive nga votuesit, nëse këta janë kanë thjesht arsye. Nga ana tjetër, do të lëmë i dhanë meritën në këmbështrimin tim me faktin se po mundohet aktivisht përfundojnë luftën në Ukrainë, belajonem ose edhe në Gaza, belajonem në mënyrën si unë do preferoja, belajonem në mënyrën më racionale të mundshme, por unë nuk e shoh zotin Trump si një president që do të ushtrojnë më shumë lufta ose do të ushtrojnë më shumë, domethënë të hapin kriza të reja nëpër botë. Nga ana tjetër, na e dim si kjo administrat për i cilin sa ditë sikon e në pushtet ka bërë shumë ndryshime, shumë të forta. Nga ato ndryshime janë ndryshime si nuk janë menduar ndonjëherë do të ndodhin në një fushë kaq të shkurt. Edhe për këtë arsye është akoma shumë herët për mendimin tim ta dim kjo administrata a është një administratë e suksesshme ose jo. E qartë. Avokat, të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News dhe të falenderoj shumë për këtë analizë dhe të gjitha zhvillimeve kryesore të cilat lidhen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe patjetër ju falenderoj shumë që gjeni kohën gjithmonë për të qenë pjesë e Fox News. Është kënaqësi. Faleminderit juve për ftesën dhe faleminderit për punën që ju bani. Ju përshëndes. Ndërkohë ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare.